Vlora ka disa vite që ka një sezon turistik të suksesshëm, por duket se këtë vit ai do të jetë edhe i qëndrueshëm. Kështu mendon kryetari i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë në Vlorë, Arben Breshani, por Breshani ka një mesazh drejtuar të gjitha bizneseve që janë pjesë e industrisë së madhe të turizmit, që të bëjnë kujdes me çmimet për të mos i rritur ato, pasi rrezikojmë ta pasojmë si Kroacia, që rriti çmimet dhe rrjedhimisht uli numrin e turistëve dhe pushuesve që e frekuentojnë. Dhe si gjithmonë ne kemi të njëjtën fjalë që themi që sezoni turistik në qytetin e Vlorës ka disa vite që është i suksesshëm dhe si vjet do jetë edhe i qëndrueshëm. Por si vjet dua të theksoj që të bëjmë edhe një thirrje të gjithë operatorëve turistik, si të restoranteve, të hoteleve, të gjithë shërbimeve, të jemi të kujdesshëm me çmimet, të mos kalojmë në çmime të larta, sepse përvoja sot botërore, sidomos në shtetet që janë afër ne si puna e Kroacisë, ka pasur një ulje të vitit kaluar dhe si vjet pasi kanë pasur një rritje të masave të çmimeve. Dhe ne jemi në ekonominë e tregut dhe çmimi e vendos tregu, por të mos abuzojmë me çmime të larta, të jemi të kujdesshëm në këtë drejtim, sepse do jemi vetë ata që duhet të japim këto shërbime, të japim këto shembuj e mirë pozitiv, sepse ai turisti që vin përveç bukurive, përveç shërbimeve, vin dhe për një çmim normal në qytetin e Vlorës apo në rajonin e Vlorës. Kryetari i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë në Vlorë, Arben Breshani, thekson se thirrjen e bën nga eksperjenca e viteve të kaluara, por sipas tij, sezoni i këtij viti duket se ka nisur me stabilitetin për çmimet, kryesisht të çadrave dhe shezllongëve. Breshani thot se në këtë situatë dëmtohet qyteti dhe industria e turizmit nëse do të kemi abuzime me çmimet gjatë këtij sezoni. Më shumë e them nga eksperienca e viteve të kaluara, se si vjet po shikoj që edhe çadrat kanë filluar që të kenë një farë normaliteti. Për shembull, ka pasur një farë ulje gati 20-30% të çmimit të çadrave apo një farë stabiliteti. Dhe kjo ishte ajo gjëja e parë që është pozitive për ne. Janë krijuar edhe atë 20% apo 30% për banorët të cilët nuk dëshirojnë që të venë në plazhet privat, po të jenë tek plazhet publik. Por kjo thirrje më shumë ka të bëjë për kujdesin që duhet të kemi, sepse do dëmtojmë veten tonë, do dëmtojmë qytetin, do dëmtojmë industrinë e fuqishme që kemi, industrinë e turizmit në qytetin e Vlorës, që nuk është vetëm për qytet, por është e gjithë rajonit. Kryetari i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë në Vlorë, Arben Breshani, parashikon shifra optimiste për sezonin turistik të këtij viti. Ai thotë se numri i turistëve vendase të huaj që do të frekuentojnë Vlorën pritet që të rritet nga 20 në 30% më shumë. Mendimi jonë si Dhomë Tregti është që si vjet do kemi një rritje gati 20 dhe në 30% më shumë, sepse Vlora ka hyrë në hartën botërore tash të turizmit, nuk është thjesht e Shqipërisë, nuk është thjesht e rajonit, por është edhe me gjërë. Ne e vërejmë në çdo vend që vemi, në të gjitha agjensitë të gjitha, është futur një destinacion shumë i kërkuar, qyteti i Vlorës dhe rajoni i Vlorës, Shqipëria në veçanti, por dhe Vlora në pjesën më të bukur të saj. Për Dhomën e Tregtisë dhe Industrisë në Vlorë, Vlora edhe këtë sezon turistik do të jetë destinacioni më i preferuar i pushuesve vendase të huaj, por bizneset duhet bëjnë kujdes me çmimet për t'i mbajtur ato të stabilizuara dhe jo të abuzojnë.